Shekhu Islam Taymija shpesh përdor termet, sa ti përdorin filozofat, edhe i përdorin domethënë shkencëtarët e shkencave të ndryshme për të rënuar domethënë dyshimet e tyre. Nga se Shekhu Islam Taymija shpesh edhe këta hasim në plot për shkrimeve të vëllezërve se sa na çojnë plot për shkrime, çka ka thonë Ibn Taymija çto, çka ka thonë Ibn Taymija çto. Bajmë me vëllezër. Shekhu Islam Taymija nuk shkruan për kategorinë e thjeshtë të njerëzve. Edhe një mërsëris. Shekhu Islam Taqiyuddin Abul Abbas rahimahullah nuk shkruan për kategorinë e njerëzve të thjeshtë dhe kjo problematikë shumë e madhe. A di pse është problematikë shumë e madhe vëllezër? Kjo është sikur ti më shku me mor tani një libër të, për shembull, të fakultetit të një prej shkencave të medicinës. Edhe thua bere se e kam një djalë 5 vjet ai atu dash shumë be ka merak leximin. Kjo është më dhunue dhe me shkel me këtë akont atë libër dhe gjalintanë dhe këtë njerëz më shkel. Pse? A këtë qartë çka i të bën. Don, niveli duhet më pa vëllezër. Shekhu Islam Taymija mirët me njerëz më të mëdhenj botë që janë marrë. Raziun, Ibn Sina, Farabin, Aristotelin, Platonin. Këto janë koka vëllezër që kanë bërë problem dunjës. Dhe ai ka dalë këtij vërshimi. Apo, dhe shpesh njerëz thotë pse se ka thjesht zuki, po kush të ka thonë sa të morë me ty ai? Ta dush me kuptu gjithmonë. A nuk mirë ato vëllezër? Andaj ka dietar që janë marrë me libra të thjeshtë, kanë thonë çe, marrun tash uil bihallin. Po pse i këtu? Këtu ka rrymë të madhe. Keni pa vëllezër në për vende të shumta, kur është ajo baza e rrymës. Çka thonë? Mos e prek. Se të shkon ti komplet xhegës. Apo njëri thotë jo besoni kum drejt një dy drita të shtëpia. Unë do të merr me veti kjo. Po ti ke parasysh. Ti e ndrejsh në diçka të vogël, po ka diçka të madhe, ndrejset ajo. Shekhu Islam Taymija është as i titulli, ne do ta shohim me len Allahu te bareke ve teala, që është njëri i cili nuk ka për të lehtë. Nuk ka për të lehtë. Munosh me kap tik në përdur. Andaj ndodhe Shekhu Islam Taymija e nis muhabetin me një vëllim. E ndron muhabetin në faqen për shembull 30. Ai dikur i kthehet çati muhabetit, mos di vëllimeve. A mund e ba? A mund e duron? Shumë, me nis muhabetin, e nis një temë, faqen 20. Faqen 20 i kujtohet një temë tjetër. E ndron muhabetin. A i dikur kthehet të kjo, mas dy vëllimeve tjera. E ti thu ku hop ki njeri mos, ku ke se nisi diçka tjetër. Kështu natyrën e ka të folurit. Andaj të duhet njeriu shpesh me sikur që po flasim vëllezër për kadrin e Allahu xhelalu ala dhe madhështisë së tina, njeriu duhet me ditë se cilit kadrin çka ka. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa a'ti kulli dhi haqqin haqqa, si cili çka ka një hak jep ja hakin. Elush me Allahun që Allah na bëj për të ya rabbel alamin. Transmeton Imam Tirmidhiu dhe gjithashtu Imam Nesaiu nga Anas ibn Malik radiyallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe thot: